Në kohën e profetit Isa a.s. ishte një person I cili ishte shumë I sprovuar. I sprovuar, do më thonë, trupin e tij, I sprovuar me smundje, gjymtyrët I kishte, do më thonë, jo normale. Dhe shikon profeti Isa a.s. I cili I bën përshtypje se me sa dëshirë dhe me sa përkushtim e përmendte Zotin Xheleshanu dhe I thoshte Allahu Xheleshanu: O Zot, të falenderoj ty që më ke fal mu më shumë se që ke fal shumë për krijesave tua. Bëhet kurështar profeti Zotit Isa a.s. dhe I thot: O robi Allahu, thot, nëse mundesh thot me më tregu, thot, pra me kuptimin që je shumë I sprovuar, se çat ka fal ty Allahu Xheleshanu më shumë se sa shumë për krijesave ti. I thot: Wahaba li lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa badanan 'anil bala'i sabira. A nuk më ka fal, thot mu Zoti Xheleshanu, një gjuhë e cila e përmend Allahun Xheleshanu shumë? A nuk më ka fal mu Allahu Xheleshanu një zemër e cila I friksohet Zotit shumë? A nuk më ka fal mu Allahu Xheleshanu një trup I cili e duron sprovën, pra është durimtar ndaj sprovës? Këto janë nga mirësitë e mëdha, thoshte, që shumë për njerëzve nuk I kanë, e unë I kam dhe falenderoj Zotin Xheleshanu për to.